Thoni lam të mirë lagështirës në shtëpi vetëm me një përbërës. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është thjesht të vendosni një sasi të caktuar të kripës së trash në një tas plastik ose në shumë thas të vegjël të hapur. Në vend të çantave ju mund të përdorni dhe një shishe plastike në këtë mënyrë. Thani dhe prisni një shishe plastike, vendosni 200 gram krip gatimi të trash brenda. Pastaj vendosni shishen plastike në një cep të dhomës dhe brenda 3 apo 4 ditësh do të vini re se uji do të absorbohet gradualisht nga kripa, duke siguruar kështu një mjedis akoma dhe më të shëndetshëm për të gjithë familjen tuaj. Përzierja mund të ripërdoret disa herë, të paktën 5, thjesht duke tharë kripën brenda furrës për rreth 15 minuta në një temperaturë 150 gradë.